Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmëngjesit të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, kudo që jemi. Ju ftojmë që të fillojmë ditën me liturgjinë e orëve, lutjen zyrtare të kishës, gjithsesi po lusim lavdët e mëngjesit. Sot është e mërkurë dhe jemi në javën e tretë të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e tretë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Tashmë Krisht djell drejtësie, të qahet errësira mendjes, të kthej drita e virtytshme që mbi tokë për trinditën. Duke dhënë kohën e duhur, jepi zemrës ti pendimin, pasi mirësia jote i dhuron edhe mëshirimin. Një farë pendese jepna të durojmë për zbutje fajesh, sato që janë të mëdhaja, më e madhe është mëshira jote. Po afrohet dita jote, me të cilën dritë çdo gjë, me hirin tënd hynor të gëzohemi të përtrirë. Ty gjithësia e sendeve, të adhuroft trinie mëshirshme, të përtrirë me anë të faljes, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Gëzoje shpirtin e shërptorit tënd, o Zot, sepse tek ti e lartësoj shpirtin tim. Psalmi 86, urata në vështirësi. Qoftë bekuar hyji që jep çdo ngushëllim, thot letra 2 drejtuar Korintianëve kapitulli 1. Na vër veshin o Zot e më dëgjo, sepse jam i mjerë e skamnor. Ma ruaj shpirtin se jam i devotshëm i yt. Hyji im, shpëtoje shërptorin tënd që shpreson në ty. Ki mëshirë për mua, o Zot, si gjithë ditën të thëras në ndihmë. Gëzoje shpirtin e shërptorit tënd, sepse te ti, o Zot, e lartësoj shpirtin tim. Sepse ti, o Zot, je i ëmbël e i butë, plot mëshirë për ata që të thërasin në ndihmë. Dëgjoje, o Zot, uratën time, vështroje zërin e lutjes sime. Në ditë të vështirë klithat e ti, pse e di se ti më dëgjon. Nuk ka hyni që të përgjigje ty, o Zot. Asgjë s'mund të matet me veprat e tua. Të gjithë paganat prej teje të krijuar, do të vinë e do të adhurojnë, o Zot, dhe do të madhërojnë emrin tënd. Sepse ti je i madhërueshëm e bën mrekulli. Ti je i vetmi hy. Më mëso, o Zot, udhën tënde, që të eci sipas drejtësisë sate. Mësoj zemrën time të nderoj emrin tënd. Do të falenderoj, o Zot, hyji im, me gjithë zemrën time. Për amshim do ta madhëroj emrin tënd, sepse e madhe është mëshira jote mbi mua. Ti e nxore shpirtin tim nga thellësia e nën tokës. O hy, krenaret u quan pesh kundër meje. Një grumbull të marrësh më helmuan jetën, e për ty nuk kam kujdes. Por ti, o Zot, hyji i mëshirshëm e i dhimbshëm, i ngadalshëm në zemrim, plot dashuri e duresë. Shikon mbi mua e ki mëshirë për mua, jepi fuqi shërptorit tënd, dhe shpëtoje birin e shërptores sate. Bëj për mua një shenjë mirësie, që të shohin urryesit e mi e të turprohen, se ti, o Zot, më ndihmon e më ngushëllon. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Gëzoje shpirtin e shërbëtorit tënd, o Zot, sepse tek ti e lartësoj shpirtin tim. Antifona e dytë. Lumaj që ecë në drejtësi dhe flet me qiltërsi. Këngë nga Izais profet, kapitulli 33, rreshtat 13 deri 16. Hyji do të gjykojë me drejtësi. Ky premtim u bë për ju, për fëmijët tuaj e për të gjithë ata që janë larg, thot Vepra Apostujve 2:39. Ju që larg jeni, dëgjoni çka bëra. Njiheni ju të afërm fuqinë që unë kam. U tmerrua në Sion mëkatarët, Të meri pushtoj të paudhët.
Kush prej jush mund të banoj me zjarë përpirës? Kush prej jush do të banoj me flak të përhershme? Ai që ecën me drejtësi, Ai që flet që është e drejtë, që s'kërkon fitim në cubni, që shkunduar të mos marrë shfet, që mbyll veshët të mos dëgjojnë vrasje. që mbyll sy të mos shikoj të keqen. I tili do të banoj në lartësi strehimi i tij në qytesë të pathyeshme. Buk ka mjaft, ujët si mungon, Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. lumaj që ecën në drejtësi dhe flet me qiltërsi. Antifona e tretë. Duar trokitni Zotit, hyji ton. Psalmi 98, nga dhënimi i Zotit në ardhjen e tij të dytë. Me sytë e mi e pa shëlbimin që ti e bëre gati në sytë të gjithë popujve, thotë që në Luka Ungjilltar kapitulli 2. Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme. Nga dhënjeu me fuqi të së djathtës së vet, me fuqi të krahut të vet të shenjtë, Zoti e dëftoi shpotimin e vet, përpara paganëve e zbuloi drejtsinë e vet. I ran ndërmend dashuria dhe besnikëria e vet, kundrejt shtëpisë së Izraelit. Të gjitha skajet e botës e pan shëlbimin e hyjit ton. Mbar toka le t'i brohoras Zotit, le të gëzoj, të duar trukas e të këndoj. Këndoni Zotit me harp, me tinguj veglash muzikore, me trumbet e me zë të pipëzës së bririt, brohoritni para fytyrës së Zotit mbret. Le të buqas deti me qka në të, ruzulli me banuesit e ti. Lumejt le të duar trokasin, e malet le të gërthasin me hare, para Zotit që po vjen për të gjykuar dheun. Ai do ta gjykoj botën me drejtësi, e popujt me maturi. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. duar trokitni Zotit, hyji ton. Leximi i shkurtër nga libri i Isaias profet, kapitulli 33. Ai që ecën me drejtësi, ai që flet çka është të drejtë, që s'kërkon fitim në cubni, që shkunduart të mos marrë rishfet, që mbyll veshët të mos dëgjoj vrasje, që mbyll sy të mos shikoj të keqen. I tili do të banojë në lartësi, strehimi i tij në qytesë të pathyeshme. Buk ka mjaft, ujët si mungon. Përgjigja e shkurtër, lumaj që të kërkon me gjithë zemër dhe ecën në ligjet e tua. Lumaj që të kërkon me gjithë zemër dhe ecën në ligjet e tua, Është besnik ndaj mësimeve të tua, dhe ecën në ligjet e tua. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Lumaj që të kërkon me gjithë zemër dhe ecën në ligjet e tua. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Nuk erdha për ta shlyer ligjin ose profetët, por për të përkryej, thot Zoti. Kënga Zakaris sipas Lukës Ungjilltar kapitulli 1, Mesia dhe paralemruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyi i Izraelit. Që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet, Ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tetë Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta dhënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija,
në sajet e zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgojë në pasi prej qielli diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdiati te birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. nuk erdha për ta shlyer ligjin ose profetët, por të përkryej, thot Zoti. Lutjet e besimtarve. I bekuar qoftë krijuesi i shëlbimit ton, ai ka dëshiruar që njerëzit në të të bëhen krijesa të reja dhe në të të ripërtrihet gjithçka. Prandaj edhe ne, të përshkuar me shpresë, ta lutim kështu: Na përtri o Zot me shpirtin tënd. O Zot, ti ke premtuar tokën e re dhe qiellin e ri, na përtri gjithnjë me shpirtin tënd. Që të mund të gëzohemi me ty për gjithmonë në Jeruzalemin qiellor. Na përtri o Zot me shpirtin tënd. Bëj që të bashkëpunojmë gjithmonë me ty për ta përshkuar këtë botë me shpirtin tënd. Që kjo shoqëri toksore të mund të arrijë sa më me sukses qëllimin e vet, në drejtësi, në dashuri dhe në paqe. Na përtri o Zot me shpirtin tënd. Na ndihmo të largojmë indiferencën dhe pakujdesin nga jeta jonë. Dhe me gëzime të përhershme të marrim pjesë në dhuratat e shëlbimit. Na përtri o Zot me shpirtin tënd. Na liron nga e keqja. Dhe mos lejo të na zhgënjej mendjellësia e cila erëson të mirën. Na përtri o Zot me shpirtin tënd. Ati ynë që je në qiell, u shet roftë emrit, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të vijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Bëj po të lutemi o Zot, që të mësuar nga veprat pendestare, të krejshmeve dhe të ushqyer me fjalën tënde, të jepemi me gjithë zemër pas dashurisë sate dhe të jemi gjithherë të bashkuar në lutjen tënde, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin.